Vikendi i zgjatur nuk ka vlejtur për organet e rendit. 5 persona nga Shkupi dhe 1 nga Kumanova kanë rënë nën pranga të policisë, pasi siç njofton nga Ministria e Punëve të Brendshme, ju është gjetur dhe sekuestruar marijuanë dhe një lëndë e bardhë kokryzore. Më datë 20 dhe 21 prill 2025 në lokacionet e ndryshme të Shkupit, në punës policor nga SPB Shkup kanë privuar nga liria FG47, PR37, e I39, AI36 dhe IG20, të gjithë nga Shkupi dhe AA50 nga Kumanova, pasi ju gjetë dhe u sekuestrua marihuanë dhe një lëndë e bardhë kokryzore. Ndërkaq, për veprave të njëjta të jashtëligjshme nga sektori për punë të brendshme Shkup, njoftojnë se kanë paraqitur kallëzim penal kundër një personi me iniciale të BS 39 vjeçar nga Shkupi. SPB Shkup ka paraqitur kallëzim penal kundër BS 39 nga Shkupi për shkak të ekzistimit të shkaqeve të dyshimit për kryerjen e veprës penale, prodhimi i paautorizuar dhe lëshimi në qarkullimi drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Më datë 10 prill 2025, në punësit policor kanë kryer bastisje në shtëpitë të denoncuarit në fshatin Arnaqi, rajoni i Shkupit, me që rast janë gjetur dhe sekuestruar marihuanë dhe amfetamin. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, nga Ministria e Punëve të Brendshme informojnë se do të pasojnë parashtesat përkatëse për të gjithë të dyshuarit.